Vllaznia futsal është e pandalshme. Skuadra kuqe-blu e drejtuar nga trajneri Alcid Tafili në 5 javë kampionat ka regjistruar 4 fitore dhe vetëm një barazim, duke e kryesuar e vetme tabelën e klasifikimit me 13 pikë. Fitoria e rradhës ishte ajo realizuar përballë një rivali direkt për titull, siç është Tirana. Vllaznia ishte dominuese e plotë e kësaj klasike, duke regjistruar një fitore të thellë në rezultatin 6-1. Seria e golave për kuqe-blut nisi që në minutën e 9 me golin e Denis Çokajt, përvejuar me Besfort Gjoklaj në minutën e 10, Sajmir Hysenin në minutën e 15 dhe kapitenin Alcid Tafili në minutën e 20, duke mbyllur pjesën e parë në avantazh. Tirana u qetërsua në pjesën e dytë duke arritur ndjeshëm lojën e saj dhe duke shënuar një gol me Ali Begu në minutën e 37. Megjithatë, Vllaznia mbylli gjithçka në favor të saj, fal 2 goleve të Sajmir Gogajt dhe Alcid Tafilit, duke fiksuar rezultatin 6-1 për Vllaznin. Presidenti Fisnik Barbullushi u shfaq shumë i kënaqur me këtë fitore dhe tha se Vllaznia kërkon titullin e dytë radhazi. Ishte një fitore besoj e merituar pa me ta në fush, ishte një si tip vazhdimësie të asaj ndeshjes Tiranë të cilit na erdhi hidh të barazimi, por treguame që jena ekipi i cili ndoshta e kena dominu deri diku këtë kampionat dhe shpresojmë të çojmë kështu deri në fund. Ne besojmë që për çdo ndeshje jemi duke treguar që nuk kemi dalë rastësisht kampion, po jemi ato që po mundona të majmë dominancën në këtë kampionat, kështu që nuk kena asnjë hupje. Jemi në rrugën e duhur besoj. Ndërkohë, edhe Fatos Behari, portieri i Vllaznisë në futsal, dhe iriu Joaldi Vziku spikatën në fitoren 6-1 ndaj Tiranës, duke qenë baza e suksesit të kuqe-blut. Ishte një ndeshje që e kishim përgatitur gjithë javën mas mirët, me këtë fitore pothuajse ne jena një hap drejt finales të Final Fourit. Ky ka qenë synimi i vetëm i ekipit të rikonfirmona si kampione e Shqipërisë. Po mundona me lanë maksimumin, besoj çdo ndeshje e kena lanë dëshmi se po jena në rritje. Një fitore me Tiranën mbrëm Shkodër normal që janë, edhe të banë me hedh një kom në drejt titullit kampion. Besoj se e kena përgatitur shumë mirë këtë ndeshje, duke marrë parasysh çdo lëvizje të kundërshtarit. E kena përgatitur stërvitje gjatë edhe besoj rezultati i tregon tana. Vllaznia kryeson e vetme renditjen me 13 pikë, e ndjekur nga Tirana me 7 pikë, por me një ndeshje më pak.